Çmimet në markete po thyen në rekorde. Televizioni 21 vizitoi disa zinxhir më të mëdhenj të marketeve. Regjistroi çmime më të larta për së paku 10 deri 20% për mishin, qumshtin, djathin, kaçkavallin, vezët, orizin, kafen në raport me javën e kaluar, kur përfunduan masat e qeverisë për marzhe dhe çmime të ngrira. Janë shtrenjtuar edhe artikujt për higjinë si dhe fruta, perimet. Çmimi i qershive është 1359 denar për 1 kilogram, shalqiri 219 denar për kilogram, banania dhe molla kanë rritur deri në 100 denar, limoni 150 denar. Nga lidhja e sindikatave thonë se kjo është e papërballueshme. Shporta me 63 produktet e tyre themelore, vetëm këtë javë është më i lartë për 1000 denar. Вредноста на синдикалната минимална кошница после неколку денови од истекот на мерката е зголемена за некаде околу 1000 денари, што ни зборува дека доколку овие 63 основни прехранбени производи за само неколку денови имаат промена на цените, зборуваме за промена на цените помеѓу 20, 30, 50 и 70 денари, што останува за сите други производи. Thonë se çmimet rriten shumë shpejt, andaj paga duhet menjëherë të rriten që të mund të përballohet kjo tronditje e çmimeve. Kërkojnë masa të menjëhershme nga qeveria. Цело време континуирано зборуваме дека трговците не се фер и дека го изигруваат секој момент кога нема мерки на сила за да ги потрошат и така ниските работнички плати. Qeveria do të reagojë nëse çmimet rriten, por këtë duhet ta konfirmojë Inspektorati i Tregut. Ministri i Ekonomisë, Besar Durmishi, dje kërcënoi me masa më të ashpra nëse çmimet i rrisin. Sipas tij, kufiri i lartë i shtrenjtimit duhet të jetë mes 15 dhe 20% për të reaguar. Ако оди покачување на цената, да речеме 10%, 15, 20% покачување на цената на одредени производи, и ако ова се утврди од Државен пазарен инспекторијат, значи во писмена форма не известуваат, ние имаме сектор внатре што прави анализи врз податоците што ги зема од ДПИ и врз основна тие анализи, врз основна тие податоци што ги земеме, ќе донесеме, пак кажувам, поригорозни мерки. Qeveria edhe pse paralajmëroi për në muajin prill ende nuk publikoi sa peshon shporta mesatare konsumuese që e matin disa institucione publike. Tani për tani vetëm dihet se do të matet për një familje 3 antarëshe e jo 4 antarëshe.